22 vjeçari Lorenzo Monfardini u diplomua në inxhinieri të prodhimit në Universitetin Federal të Ouro Prestos në Brazil. Por në vend që të ngjitej në skenë me duar bosh si të gjithë të tjerët, ai doli duke mbajtur mbi supe një bombol gazi butani. Në fillim shumë njerëz u habitën nga kjo pamje e pazakontë. Më pas historia që fshihej pas saj filloi të përhapej dhe papritur, ai moment u bë shumë i madh se sa një ceremoni diplomimi. Bombola e gazit nuk ishte as shaka dhe as një veprim për të tërhequr vëmendje. Ishte një homazh për baban e Lorenzos, Jefferson Gomez Monfardini, i cili kishte punuar për 26 vjet në departamentin komercial të një kompanie gazi dhe më parë kishte punuar si shofer kamioni dhe bojaxhi për të mbështetur familjen. Sipas Lorenzos, babai i tij kishte hequr dorën nga rehatit dhe luksi personal, në mënyrë që djali i tij të përqendrohej te arsimi dhe të ndërtonte një të ardhmë ndryshe. Ideja për këtë homazh thuhet se erdhi nga nëna e Lorenzos, Claudia, e cila donte që kjo sakrificë të bëhej e dukshme përmes një imazhi të paharrueshëm. Njerëzit në rrjetet sociale filluan të shpërndanin vazhdimisht një fjali: diploma u përket më shumë se një personi. Për shumë njerëz bombola e gazit nuk dukej më si mjet pune, por si simbol i viteve të tëra të punës së palodhur, ditëve të gjata sakrificës dhe dashurisë të mbartura deri në atë skenë. Ndonjëherë gjëja më e rëndë që një i diplomuar mban me vete nuk është një çantë, një libër apo diploma. Ndonjëherë është historia e njerëzve që në heshtje e kanë mbajtur atë mbi supe të parët.